Lona, të përshëndes. Ndalim me njerë të ngjarja e para, ajo e Babrus, ku u gjeti vrarë pa shenja jetë 40 vjeçari, megjithatë është arrestuar autori pak orë pas ngjarjes. Nga marrja e tij në pyetje është zbuluar Blona se cili ka qenë motivi i kësaj ngjarje, për çfarë ata janë zënë. Po, Fabiola, policia ka mundur që të zbardhë vrasjen e 40 vjeçarit Hajdar Ismail Geci, cili u gjeti pa jetë mbrëmjen e djeshme pranë një shkolle, pranë shkollës Azem Hajdari në Babru, pranë kryeqytet, ndërkohë që ai u gjeti pa jetë, policia sekuestroi kamerat e sigurisë dhe nëpërmjet edhe ndihmës së banorëve të zonës mundi që të zbardhte ngjarjen dhe gjithashtu arrestoi autorin e ngjarjes, identifikuar si Arlin Demushi, 38 vjeç, i cili u lokalizua në Durrës. Në fakt, nga momentet e parë që është gjetur grupi i timit ka konfirmuar se ka qenë në gjendje të dehur, të dy edhe viktima dhe autori kanë qenë në gjendje të dehur dhe dyshohet se shkak i kësaj vrasje është bërë një konflikt i çastit i cili ka degraduar deri në përdorimin e thikës. Ka qenë një plagë me thikë, të cilën kishte marrë 40 vjeçari Hajdar Ismail Geci, i cili dhe për shkak të hemorragjisë dhe faktit që u la në cep të rrugës aty ku dhe pati konfliktin me autorin, bëri që hemorragjia dhe mosdhënia e ndihmës së parë në kohë të shpejtë që ky i fundit të humbte jetën. Ndërkohë që sa i takon edhe hetimeve të tjera, nga burimet tona nuk i është marrë ende një deklaratë 38 vjeçarit, i cili rezulton të mik prej kohësh dhe është parë shpeshherë në shoqërinë edhe të viktimës, sepse është në gjendje të dehur, sapo të kthjellohet dhe pra Hajdar Ismail Geci dhe Arlin Durmishi kanë qenë miq. Po, janë parë dhe më herë të shoqërinë e njëri tjetrit dhe shpeshherë konsumonin edhe dreka apo darka së bashku, pra nuk ishte hera parë që shihesin së bashku, ndërkohë që të dy kanë qenë në gjendje të dehur, kjo është e vërtetuar tashmë edhe nga policia. Trupi i pajetit 40 vjeçarit është shuar pranë IML-s, pranë Institutit Mjekësisë Ligjore, për të parë dhe për zbuluar orën e saktë dhe shkakun e saktë të vdekjes, por paraprakisht këto janë dyshimet e policisë. Nga ana tjetër pritet edhe deklarata, por policia thotë se në fakt të dy kanë qenë miq dhe nga komunikimet që janë zbardhur për telefonat e tyre celular, nuk kanë pasur konflikt më herë. Dyshohet se ka qenë një konflikt i çastit që çoi deri në përdorimin e thikës dhe më tej dhe të vrasjes së 40 vjeçarit Hajdar Ismail Geci. Ne e kuptojmë. Sa i përket plagosjes të miturve adoleshentëve, në fakt, në gjimnazin në Kamës, janë 3 plagosur nga dita e djeshme, nuk e di së pari nëse ke një informacion të fundit sa i përket gjendjes shëndetësore të njërit prej tyre, i cilin fillimisht u raportua më rënd se 2 moshatarët e tij. Po, Fabiola, në fakt nga 3 adoleshentë që mbeten të plagosur, 2 kanë qenë në gjendje të mirë dhe jashtë rreziku që ditën e djeshme dhe lanë ambientit e spitalit, pasi u egzaminuan dhe morën mjekimin e dur nga bluzat e bardha, dhe një tjetër i cili është prekur, le të themi, thika ka prekur pjesën e mushkërisë dhe dyshohet edhe pak të kraharorit, është në gjendje të rënduar, por me parametra stabil, çka do të thotë se është nën kujdesin intensiv të mjekëve, nuk rrezikon jetën. Ndërkohë nga ana tjetër janë arrestuar 2 bashkëmoshatarë të tyre, të cilët kanë pasur thika me vete dhe ka agravoruar prashëri dhe konflikti deri në përdorimin e thikës. Nga ana tjetër nuk ka pasur më herë probleme mes adoleshentëve, ka qenë ditën e djeshme një ngacmim, le të themi kështu, për motive banale mes njëri tjetrit, çka shkaktoi edhe konfliktin e dhunshëm, ku la pas 3 plagosur dhe 2 prej tyre bashkëmoshatar ranë në pranga. Të gjithë ishin të gruposhave 15 deri në 17 vjeç. Policia ka marrë në pyetje të shumë adoleshentë, shumicën prej tyre që ishin të përfshirë dhe ishin në dieni, por për shkak se kanë dhënë dëshmi kontradiktore dhe kanë qenë të paqëndrueshëm në atë çfarë kanë shprehur, nuk është marrë përballë deklarata përveç se komunikimeve në telefonat celular dhe gjithashtu dhe sekuestrimit të pamjeve të sigurisë. Ajo që mbetet ende mister janë thikat, të cilat edhe armët e ftohta të cilat u përdorën ditën e djeshme, të cilat policia vijon t'i kërkojë pasi adoleshentët duket se i kanë fshirur mjaft mirë përderisa edhe një ditë pas ngjarjes policia ende nuk ka mundur që t'i sekuestrojë. E kuptoj, po nga ana tjetër policia ka marrë masa shtesë për ngjarje të tilla për t'i parandaluar, flas për konfliktet në shkolla, nisur edhe nga incidentet e fundit? Po, Fabiola, në fakt duhet të ndalesha pak këtu, vetëm 2 ditë më parë, pra një ditë para se të ndodhte ngjarja e ditës së djeshme në Kamës, ku ne ABC News patjetër me grupin e xhirimit e kanë ndjekur nga afër gjitha zhvillimet, një vajzë rreth 16 vjeç, e cila ishte nxënëse e kësaj shkolle, pra Ibrahim Rrugovës, në zonën e Kamzës, dyshohet se pra një pallati në afër Kamzës i ka dhënë fund jetës, ndërkohë që ajo dyshohet se kishte lënë mësimin që orën e 2 dhe kjo nuk u vore nga mësuesit.
Një problem tjetër, ndonë se policia në fakt zyrtarisht nuk e konfirmon, ne kemi të siguruar nga burimet tona që vajza ka qenë nxënëse e shkollës ku edhe u regjistrua po ngjarja e ditës së djeshme. Masat në fakt ditën e djeshme ne kemi pasur mundësinë të jemi pranë shkollës, ka pasur në fakt mundësinë të kemi komunikim edhe me rojën e shkollës, i cili ishte roja e sigurisë, i cili kujdeset për hyrjet apo daljet e nxënësve dhe shprehet jashtë kamrave patjetër se është e pamundur që të kontrollosh të gjithë nxënësit për shkak të ngarkesës shumë të madhe që shkolla Ibrahim Rugova kishte këtë vit, por edhe për shkak se adoleshentët në fakt janë edhe kanë pak probleme me komunikimin, do të thoja gjë që e kanë vrejtur edhe ditën e djeshme jashtë kamrave. Ndërkohë që duhet të shohim nëse do merren masa, këtu vjet në pikpyetje edhe roli oficerit të policisë që më herët ka pasur pra paketa e sigurisë në shkolla, Fabiola, që cilën e kemi raportuar së bashku. Aty nuk raportohet këtë pasur një oficer të policisë pra i cili kujdeset për nxënësit dhe gjithashtu edhe mësuesit janë treguar thojse indiferent edhe nga komunikimet që janë përpjekur të kemë ditën e djeshme me ta, janë treguar indiferent dhe janë shprehur se kjo është e pamundur të vjetë në kontroll nga ana e tyre dhe se roli bazë është e familja. Nga ana tjetër prindrit të cilët kishin ardhur dhe ishin të shqetësuar thonë se shkolla është e mingarkuar nga numri i madh i nxënësve dhe është e pamundur kontrolli nga vetëm një roje sigurie apo nga vetëm një mësues me sa nxënës ka klasa. Pra është një problem i cili do duhet patjetër që të merren masa në vimet edhe kërkon një bashkëpunim edhe më të gjerë midis familjes, shkollës, por edhe policisë së Tiranës. Të falenderoj Blona për raportimin.